إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدل معنا ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Hamdi takon Zotit Gjelle Taala, paqja, mirësitë, begatitë e tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij, shokët dhe në veçanti mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij dhe pasojnë sunetin e tij deri në Kiamet. Në vargun e hutbeve të ditës së Xumë kemi përzier të nderuar vëllezër lutjet e profetëve ulul azm. Ulul azmi ose profet e përzgjedhur janë 5 profetë të Zotit që Allahu i ka përzgjedhur në mesin e gjithë profetëve. Pra, profetët në përgjithësi janë njerëz të graduar nga ana e Allahut Xhella Taala, ku Allahu i ka graduar dhe i ka ngarkuar me mesazhet dhe detyrimet që ata i kanë pas për popujt e tyre. Dhe pastaj ky varg është tejet i gjatë dhe në mesin e tyre pra Allahu ka përzgjedh pra ulul azm, profet të përzgjedhur që janë 5 prej tyre, siç ka përzgjedh Zoti dhe ditën e Xumë në mesin e ditëve të javës. Lutja që kemi përzgjedhur sot është lutja e profetit Nuh, një ndër profetët e Allahut, që është një debat mes dietarëve, se a është Nuhu alayhi salam profeti i parë, i dërguar i parë, apo është Ademi alayhi salam. Ekziston ky debat dhe lutjen që e ka bërë ky profet pra Nuhu alayhi salam, që ka qenë prej profetëve të zgjedhur, është një lutje tejet e veçantë, një lutje e pranuar, pra që besimtari duhet ta mësoj, ta përsërit, sepse në të ka begatim, në të ka mësime edhe mesazhe që lidhen me botën, me këtë jetë edhe me jetën tjetër. Allahu thot në Kur'an, në lutjen e Nuhit alayhi salam, pasi ative si kishte ardhur shpallja nga Zoti, se një pjesë e njerëzve të familjes, një ndër ta ishte edhe djali i tij, nuk do t'i besonin, ishin njerëz që lidheshin me fisin edhe gjakun e tij, nuk do t'i besonin Nuhit alayhi salam. Dhe pastaj është një rrëfim të cilën Zoti e përmend gjatë në Kur'an, dhe kur kishte marrë këtë lajm nga Zoti, Nuhu alayhis salam i kishte bërë kjo llogaritet si lutja e dytë përfundimtare para se Zoti ta zbret dënimin mbi popullin e Nuhut alayhis salam. Ai kishte ngrit dur ka qiell dhe kishte thënë Zotit: Rabbi ighfirli wa li walideya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidi adh-dhalimina illa tabara. Përkthimi i lutjes së është: o Zoti im, falë mua, printe me, dhe si çdo besimtar i cili hyn në shtëpinë time, dhe pastaj të gjithë besimtarët dhe keqbërësve shtoju vetëm shkatrem, sepse ai e dinte se mbetja e sojit të tyre do të vazhdon shkatrimi në tokë. Kuptimi i lutjes në përgjithësi është se Nuh alayhis salam e përzgjedh nisët nga vetja e tij. Dhe kjo është rregull dhe për edukatës së besimtarit kur ta lut Zotin, më së pari duhet ta lut për veten e tij. Pastaj ta liston të jep prioritet atyre që janë më së afërmi, që lidhen me jetën tonë dhe me ahiretin tonë, janë prindët tonë. Këto tregon se si feja dhe si profetët i kanë dhënë prioritet prindve. Do e nxjerrim nga këtu një mësim se në Islam fëmiu edukohet se prindi në jetë është prioritet. Në Islam edukohet njeriu se prindi nuk është aksesor, nuk është luks, çush mendon dikush. Pa ndëgjë atje dikon në rrjetet sociale, po del një e mençme,
edhe po thot unë në cilësinë e anës për fëmijët e me jam mo aksesor. Do thot sikur me thonë që kjo tavolina çto mundet me qenë edhe mundet mos me qenë. Me dash të vim, me dash zvim, s'ka lidhje, ata kanë jetën e vet, ne kemi jetën tonë. Në Islam nuk ekziston kjo. Ti ki jetën tënde, e ki familjen, pra gruajin edhe fëmijët e tu, por ti ki edhe një përgjegjësi ndaj prindve tu, që derisa të janë gjallë. A shkon në fund s'ka jetë botës jeton, apo je angazhuar, apo ki detyra, a je hoxh, apo haxhi, apo doktor, apo arrin titut më të mëdha këtij dynja, ti je djali filanit. Kaq. Dhe ki përgjegjësi ndaj tyre. Ky edukim na bën neve se pastaj edhe tek gjeneratat e tjera, ne i tregomi se prindja është prioritet për neve. Është interes. Unë kam interes me këshur babën tem. Në shpe kam 81 vjet, unë kam interes. A dini pse? Se une, në përmes fejes, feja jam ka mësu, se nëse i këshyr prind janë një derë e hapër e gjenetit shkon në përmes tyre në gjenet. Kaq, shumë thjesht. Legjën atjera. Kemu kujdes për nanën, për babën, sepse aty është gjeneti. Aty është bereqeti. Aty është mirësit e dynjas dhe ahiretin ku janë dhe thot në dhomën ku jetojnë prindët to. Kaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha një lutje e prindit për vladin e tij nuk kthehet e Zoti kur. Kur nuk kthehet. Që ato lutjet që i bojnë prindët tonë, që na i shohmi mirësitë e përditshme në jetën tonë. Në pasurinë, në vladën, në suksesin, në jetë, Allahu na lehtëson, na i çel dyrt, ka vinë ato shumica prioritet dush me ditë se vinë për lutjes së nanës edhe babës që të uran ty çdo ditë kur del, edhe kur hen në shtëpi edhe ti kujdesesh për ta. Rabbi gfirli, wali walideje, o Zot falë mua dhe printe me. Thënë dietarët si kur të biu printe me, në lutje përfshin gjyshërit edhe dy prindrit. Pastaj, Ibn Abbas i thekson se për çdo besimtar, i cili tha ai që hyn në shtëpinë time, është për qëllim pra në vend falje nëse në faltoren që e kishte Nuhu alayhi salam. Kuptimi falet gjithë besimtarët dhe besimtaret. Kjo i përfshin gjithë njerëzimin nga Ademi alayhi salam deri në fund sa do të ketë jetë në këtë gjithësi, dhe do të ketë besimtar, në moment që na i thomi Zotit, o Zot falna neve, prindët tanë dhe gjithë besimtarët na bomi për krejt besimtar, prej fillimi deri në fund për ta duat. Dhe pastaj ne kemi edhe benefite tjera nëse na bojna për kaq miliarda njerëz bojna dua, sepse e gjithë ajo mirësi kthehet tek ne, sepse pas çdo duaje vjen një melaçe dhe thot amin, amin, amin 3 herë, edhe për ty një ashtu, dhe për ty një ashtu, dhe për ty një ashtu. Kjo përfshin pra deri në ditën e gjykimit, ndërsa Dahaku dhe Kelbiu kanë përmend se këto përfshihet umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por lihet dera ose lihet rrethi edhe më i madh. Pse Nuh alayhi salam kanë përmend dietarët në fund të lutit wala tazidi dhalimin illa tabara. Mos u lut për veten, për prind, për gjithë ata që kanë me hyrë në shtëpi, duke bazuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos e shoqëro vetëm se një besimtar dhe mos i jep ushqim vetëm se besimtarit. Është një hadith për haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pse i tha Zotit o Zot dhe mos i shto zullumçarëve vetë se shkatërrim dhe humbje, ka thënë dietarë sepse ai e pa se gjithaj fesall që erdh prej atij sojit dhe Allahu e detyroi pra që të largohet Nuh alayhi salam për shkak këtyre keqbërësve dhe pastaj u lut pra kundër tyre. Për sfund vëllezër besimtar, kjo lutje ka dobi të veta që janë shumë të rëndësishme sepse lutja e profetëve është e pranuar. Kështu që shpresojmë që Allahu xhallahu teala të pranon këtë lutje dhe prej neve. Kur ne i bëmi, kur i thomi Zotit o Zot falë mua, prindët tonë, edhe gjithë besimtarët ditën kur ngritet llogaria. Këtë lutje ne ku e bëjmë? Ne këtë lutje e bëjmë edhe e kemi për obligim me bëjë në fund para se me dhon namaz. Pasi ta lexojmë tejatin, salavatet, lexojmë Allahumma Rabbana, pra që përfshin
këtë lutje. I dërguari Allahut paqja na ka lajmëruar se kush kërkon falje për besimtarët dhe besimtarët, Allahu i shkruan atij për çdo besimtar dhe besimtare nga një mirësi, nga një hasen. Para mendoj të thotë nëse ti sa herë që i lutesh për vëllezërit e tu dhe motrat e tua, Allahu vetë se ka më tashtu, ka një mirësi, dhe thotë për shkak zemrës tënde të madhe që lutesh edhe për ta. Pastaj prej rëndësisë që ka, dhe thotë, është kërkimi i faljes si shkak kryesor që hym në xhenet. Lutësi duhet të filloj pra nga vetja e tij. Rëndësia e prindve shihet sepse kërkimi i falje për ta është edhe një grad që ata shpërblehen tek Zoti Gjelle Taala. Prej gjanave që përfshin kjo lutje është edhe tawasuli, ndërmjetësimi që i bëjmë me rububie, me njësimin e Allahut Gjelle Taala, dhe lutemi pra për veten, për prindët tanë dhe për gjithë besimtarët. Dhe për fund, pjesa më e madhe e lutjeve që duhet besimtarit të lutë Allahun duhet të jetë që merr hise për botën tjetër. Lejohet lutja kundër zullumçarëve, kundër atyre që bojnë zullum, bojnë sherr, bojnë dëm. I lejohet besimtarit me bëj lutje kundër tyre. Është i mirë, dhe thotë edhe arsye pse duhet ta mësojmë këtë lutje, sepse është lutje që ka ardhur prej profetëve tek Allahu Gjelle Taala, normal që në bazë të Imam Buhariut, i cili e ka bërë një kapitull lutja për idhujtarët dhe jo besimtarët që t'ju udhëzon Allahu. Ne lutemi çdo herë për keqbërësit që janë nga radhët e jo besimtarëve, që Allahu do thotë na ruaj nga sherrri i tyre dhe nga shkatrimet fesadet që bëjnë në tokë, por lutemi edhe për jo besimtarët që Allahu t'i udhëzoj në rrugën e drejtë, sidomos kur dikush din një jo musliman, për shkak lidhjeve të tij, për shkak afërsisë që mund ta ketë me ta, që Zoti e lut Zotin që Allahu ta udhëzon. E lut Allahun Xhela Taala që Zoti na fal neve, prindët tanë të gjallë të vdekur, gjithë vëllezërit dhe motrat tona, kudo që janë ditën kur ngrihet llogaria, lutni Allahun sepse këtë ditë xumaja Allahu i pranon lutjet e besimtarëve.